Mijëra banor të Gostivarit dhe rajoneve të tjera për rreth përcollën sot për në banesën e fundit. 2 të rinjtë nga Gostivari, 26 vjeçarin Besnik Shehabin dhe 30 vjeçarin Imran Mehmeti, të cilët u vranë dje nga policia Kim Trifunovski. Parimi i tyre u bë pas ditën e sotme, duke filluar nga xhamia e lagjes për tek varrezat e qytetit. Gjatë gjithë rrugës tërgjemati përcolli kufomat me tekbir. Në varim, morën pjesë edhe krerët e RDK-s Rufi Osmani dhe PDSH-s Mendu Thaçi, si dhe personalitetet të tjera nga jeta politike. Pas lutjes së fundit që u bë nga hoxhallarët me një referat, 2 shokëve të tyre i u drejtua edhe dega e Aleancës Kuqezie e Gostivarit, e cila dënoi këtë akt mizor. Me hidherimin e thellë, sot jo vetëm qytetarët e Pollogut, por të gjithë visës shqiptare bashkohen me dhimbjen për humjen e 2 vëllezërve tanë. Me tej, duke shprehur hidherimin e madh për humjen e 2 vëllezërve tanë, në letrat ngushëlluese thuhet se në këto momente të dhimbjes së madhe jemi pranë jush dhe ju sigurojmë se të tronditur nga tragjedia, vajzat dhe gjemt Kuqezi nuk do të rendim pa kërkuar llogari derisa ta vendosë drejtësia dhe fajtori të marrë dënimin e merituar. 2 të rinjt, Shehabi dhe Mehmeti, u vranë një ditë më parë pas një sherri banal me policin Trifunovski.